أعدوا وبالحق ردوا فللكفر قبر رهيب ولحد. أعدوا وبالحق ردوا فللكفر قبر رهيب. Dëgjoj vllai dashur musliman një tregim. Këtë tregim na ka cek Ibni Hajar Asqalani. Thot na ka tregu hoxha joni I cili kur ka qenë talebe kishte shku te një hoxh me mësu mësim. Kur shkojnë tek I hoxh e shofin se hoxha ishte kon me peqe. Ftirën hoxhës nuk ja shofin. Thot kena mësu një kod gjatë, amo na nuk e kena pyet se pse ki e ka këtë fort. Do me thonë pse e kam luftirën e vetë. Tha pas një kohë, pa nga spjegon dinin e Allah prej djetarve të mëdhej. Tha pe spjegon dinin e Allah subhanahu wa taala. Pas një kohë, po na tregon neve talebe dhe po na thot o ju evladet e mi, a ju ban une me ju tregu diçka. Tha unë na, keni kujdes, mos e lini pas dore, mos jak dhe një shpinën sunetit për nga meri sasem, mos e zini as gjon sunetin e për nga meri sasem, që une jam aj që Allah m'ka dhon dituri mirë po, një hadith që e ka transmetu Imam Bukhariu dhe ka thon për nga meri sasem, ka thon aj cili bjen para imamit në ruku apo në sejdë, let ketë kujdese Allah, ka mundësi me abo ftirën ati ftirën e gomarit. Tha une jam aj kër e kam ledzu këtë hadith, si a kam nu veshin shumë, tha e heki perden, tha Allah I ftirën e gomarit e kishte pa. Njëherë viç kam ra para imamit, njëherë viç kam ra para imamit në ruku dhe sejdë, Allah subhanahu wa taala me kam mësim edhe dërë që ta ndëgjoj dërë ditën e gjikimit ata njerës që dojnë me kuptu dinin e Allah dhe dojnë me ditë fuqin e Allah njëherë e kalon një sunet Allah ftirën ja ka bo ftirën e gomanit e di Allah I dashën musliman sa mbromje dhe sa dit sa muj dhe sa vite kaloj duke ndëgju fjallë të shejtanit duke mos ndëgju fjallë të Allah tanë ja pra Allah subhanahu wa taala sot po të kërcnohet dhe po të thot o ti njeri leje se për ndryshe kam fuqi që ti e me të bo majmun apo të